Rikthehemi drejt për drejt me lajmin më të fundit, një raportim me kolegun Enver Doçi sepse bëhet fjalë për në Klos, ku ka një protestë, administrata e bashkisë bojkoton punën, refuzojnë propozimin e Partisë Socialiste për territoriale. Lidhe me Enverin për më tepër informacione. Enver, të përshëndes, çfarë po ndodh me protestën? Enver, më dëgjon, jemi drejt për drejt. Enver? Mirë, presim pak momente, sa po tjetë gati lidhja audio me Enver Doçin, bëhet fjalë për Klosin, ku ka protest administrata e bashkisë që ka bojkotuar punën, sepse është refuzuar propozimi i Partisë Socialiste për territorialen, që bashkia Klos shkrihet me bashkin Mat. Është ky thelbi pra i asaj që ka presim të marim detaje nga Enver Doçi në momentin që do t'jetë gati lidhja e drejt për drejt. Enver, më dëgjon, përshëndetje. Pak më parë pam pamjet e drejt për drejta nga bashkia Klos, keni parë se si administrata ka zbritur nga zyrat, është në sheshin përpara bashkisë, ndërkohë që do të lidhemi me Enver Doçin për të marrë detajet prej tij, informacionet se si u arrit deri këtu. Ja, këto janë pamjet nga bashkia Klos. Është një propozim i maxhorancës për reformën territoriale që ka çuar të ketë këtë protest bashkia e Klosit. Tentoj edhe një herë Enverin. Enver, të përshëndes, më dëgjon tani? Po tani po, përshëndetje, punonësit e administratës së bashkisë Klosit që në orën 9 sot kanë dalë në protestë para bashkisë së Klosit, janë punonësit e administratës, ato që kanë dalë në protestë dhe ato nuk do t'i lënë protestat deri që të merret vendimi i qeverisë që bashkia Klosit mos të bashkohet me bashkinë e Matit. Për nesër pritet të ketë protesta më të mëdha dhe të bashkohen dhe banorët e zonës për arsye që punonësit e bashkisë Klosit të gjithë dhe çfarë i përket të gjithë banorëve të Klosit, ato nuk kanë mundësi që të morrin shërbimin e duhur pranë bashkisë së Matit, pasi janë një territor shumë i largët, u duhet të përshkojnë me kilometra rrugë për të shkuar pranë bashkisë së Matit. Dhe ato do të vazhdojnë protestat derisa të vendimi i qeverisë të prapësohet që bashkia Klosit mos të kalojë në bashkinë e Matit. Por tani këto momente që flasim janë pritet të mbyllen dhe banorët dhe qytetarët të zonës për të protestuar para bashkisë së Klosit, për të kundërshtuar ligjin që mos të bashkohet bashkia Klosit me bashkinë e Matit, pasi nuk mund të shërbimet. Ato dhe me bashkinë e Klosit s'pojnë të shërbimet, ato duhet të shtohen dhe komunat, jo më të largohet dhe bashkia e Klosit. E kuptoj, por Enver, kam një pyetje, sepse dje në Poliçan u dogjën teserat e Partisë Socialiste. Ne e pam, a mund të shkohet drejt një vendimi tillë edhe për Klosin, si e shes situatën? Jo pritet, nga momentin që pritet, unë kam biseduar dhe me titullar të bashkisë së Klosit dhe me titullar të bashkisë së Klosit, dhe ato të përrëndsohen për intervistë për 24, se kjo të jetë që ajo të të shtojë do të ketë shkur ka ndodhur në Poliçan, do të ndodhi në bashkinë e Klosit. Sot sigurisht shikohet dhe ka pamjet filmike, si do të dërgojnë dhe intervistat, ato janë komplet punonësit e bashkisë, ka dhënë para bashkisë dhe për nga ora 9 deri në momentin që po flasim, ato kanë pensionuar dhe punën, nuk shërbehet për momentin në bashkinë e Klosit dhe ato nuk do t'i lënë protestën. Ditën e ditë para mbrohet një protestë e madhe në bashkinë e Klosit, pasi do të mbledhen të gjithë banorët e njësive të thella, se mund të theksojmë është njësia administrative Cipër, që kufizohet me Tiranën, dhe ato kërkojnë ma mirë të kalojnë me Tiranën, se të kalojnë me bashkinën e Burrenit, se është akina shumë larg, se ne kufizohena me njësinë e Gajtit,
dhe shërbimet fundimore më mirë në Sinajtajtit se në Bashkinë e Matit. Dhe protestat do të vazhdojnë deri në një vendim që të merret nga qeveria që të prapësohet kalimi i Bashkisë Klosit në Bashkinë e Matit. E kuptoj. Faleminderit Enver për informacionet. Faleminderit e juve. Kjo është situata për Bashkinë e Klosit, do ta ndjekim hap pas hapi zhvillimet, do të shkëputemi këtu për momentin.